Skandal pas videos virale. Loredana shpërthen ndaj Davidit. Do t'i drejtohem ligjit. Pas publikimit të një videoje virale ku shihet duke u puthur në faqe nga David Dano, Loredana Brati ka reaguar fuqishëm në rrjetet sociale, duke akuzuar qytetarin Vlonjat se po përpiqet të përfitojë nga emri i saj për vëmendje mediatike. Reagimi i saj vjen menjëherë pasi Dano deklaroi në një intervistë se puthja ndaj Loredanës ishte një instinkt i brendshëm dhe se e kishte bërë pa asnjë qëllim të keq. Loredana, nga ana tjetër, e cilëson Danon thjesht si një fans dhe shpreh indinjat për përpjekjen për ta paraqitur ndryshe situatën. Është hera e dytë që tentohet të njolloset emri dhe morali im padrejtësisht. Kjo situatë ka filluar të më lodh, shkruan ajo në një postim. Nuk do të doja kur të merresha me këto çështje, por këtë herë nuk më mbetet zgjidhje tjetër veç se të publikoj bisedat dhe provat përkatëse. Në një tjetër postim, ajo paralajmëron qartë. Kjo është hera e fundit që unë toleroj një situatë të tillë. Nëse emri im lakohet sërish në mënyra të ngjashme, përgjigjja ime e vetme do t'i drejtohet autoriteteve përkatëse. Loredana publikon mesazhe si provë. Për të mbështetur versionin e saj, Brati ndau një bisedë private me një mike, ku shkruante: "Ky është një fan si i mi. Ka ardhur një herë në Vlorë të më takonte edhe i dridhej dora. Ishte shumë i emocionuar që të bënte foto me mua." Përveç kësaj, Loredana ripostoi një mesazh mbështetës nga mikja e saj, Gjeneta Fetahu, e cila kritikoi veprimet e Davidit dhe tha: "Ai përpiqet të marrë vëmendje duke keqinterpretuar një moment respekti si diçka tjetër. A do përfundoi çështja në gjykatë?" Me tone të ashpra dhe paralajmërime të drejtpërdrejta, Loredana Brati duket e vendosur të mbrojë imazhin dhe integritetin e saj personal, duke mos përjashtuar as rrugët ligjore nëse emri i saj keqpërdoret sërish. Kjo përplasje publike është një shembull i qartë i mënyrës se si momentet virale në rrjet mund të kthehen në tensione reale, me pasoja që shkojnë përtej kufive të internetit.